Njën ne sy në sy dhe është një lënie e qëllimshme e zonës Lezhës pa gërmime arkeologjike me një filolog belg kur e pa ai u habit nga trashësia e mureve në Lezhë, shkum se vetëm një pjesë është tjetër, sepse Lezhë është e rrethuar Lezhë është e rrethuar dhe ka një mur që ka 12 porta, ai sa i përshkruan dhe Homeri, dhe në zonën nga Kalaja deri në Lumë është pjesë me shkallë, që po të hiqen ato dherat, dalin ato shkallët që janë bërë prej mermer, ciklopik dhe është shumë i dallueshëm edhe porti në muret e portit në Lezhë, aty ku është katedralja e Skënderbeut, janë edhe muret e portit të vjetër, ato arkeologët i cilësojnë si muret shekullit të 4 dhe 3, sepse duan që çdo gjë të jetë i lirë edhe të mos kaloje më përtej. Mirë po bën një gabim trashanik, sepse muret ciklopike konsiderohen si muret para 1200 vjetëve para Krishtit. Gjithë historinë e Athinës, sepse nëse hiqen ato gurët dhe ato mbetjet bizantine dhe turke, aty dalin kolonat e Akropolisit të Lezhës që sipas të dhënave të Homerit ka qenë më i madh se Akropoli i Athinës. Dhe Athina nuk i ka shkallët ngjitse nga Kalaja deri atje, ndërsa këto në mes të shkallëve ngjitse është edhe një teatër i madh, shumë i madh, si shesh aty ku ka qenë teatri i madh i Lezhës, i Lisit.